Përshëndetje miq të dashur. Kjo video shkon special për miqt dhe dashamirët e mi, që do t'ja uroj vitin e ri, por e kam shkruar një refren sepse po e harroj. Kështu që shkojmë. Gëzuar vitin e ri. Falënderit nga zemra të gjithë miqve dhe ndjekësve të mi që më kanë përkrahur në çdo moment. Mbështetja juaj në TikTok, Facebook dhe YouTube më jep forcë të vazhdoj dhe të besoj gjithmonë e më shumë në ëndrat e mia. Ju uroj shëndet, sukses dhe plot momente të bukura në vitin e ri 2026. Kështu që miq të dashur, nuk do zgasim më shumë, vetëm do festojmë se na qelluan me të vërtet që ke kryeministri 3 festa ran. Festa më e madhe është kjo, festa e dytë ke kryeministrit, që fitoi kryeministri me 50%. Dhe kështu i uroj vitin e ri nga zemra, në çdo aspekt, me çdo të mirë dhe begati në familjen e juaj. Respekt, populli i dashur.